Sta në burë, të asë i gjot tjetë. Unë mbyt nga babësia. Shqipëria 2030 është vetëm një slogan. Europën, demokracinë dhe Shqipërinë vetëm për të shpëtuar vetën. Qytetarët që kanë ndërtuar vetë në ekonominë e tregut, të armën e fëmijëve tanë. Jemi sot këtu por duhet të marrë ndërshmëri kur elita të çeshtin projekti kombëtar janë të vete. Ne respektojmë mendimin ndryshe, edhe heqte. Ka dështuar ndaj prindërve tanë, ka dështuar ndaj pensionistëve dhe mbi gjitha ndër shqiptari, ju që punoni 2 ose 3 punë për të mbajtur fëmijët në shkollë. Historia nuk do të pyeti sa vjeç ishe, por çfarë bëre kur ishte rradha jote? Kjo nuk është krizë, kjo është dramë kombëtare. Duan të na ulin kokën. Ti falenderojmë për thërrimet, të heshtim që konsumim atë gjë. Ne duam Shqipëri, që gjithë nga Rama, ne duam Shqipëri, që gjithë... E qeverisë është dhe cilë, të flasë për dështimin e qeverisë në arsimë, të flasë për dështimin e qeverisë në popullimin dhe abuzim, pasurio publike. Ishim në pragun e një grushti shteti brenda shtetit. Edi Rama prej 2 muajve përdori gjithë pushtetin e ekzekutivit për bllokimin e prokurorisë dhe presionet të gjitha llojeve ndaj gjykatës kushtetuese për të mbrojtur bashkëhajdutën e 50 milion eurove në tunelin e Llogaras, për të mbajtur në detyrë bashkëautorën e vjedhjeve të qindra milion eurove. Sto in questo momento non potrò. Të mblidhemi sot të të sheshme të mëdha në kushte normale armate. Ndoshta jemi mbledhur kryerritjen tonë paqësore në momentin më kritik të Shqipërisë të 35 vitet e fundit. Në mënyrë qeverisje, jeta publike u kriminalizua.
Jemi vetëm shtet në Evropë që vjedhin me anë të ligjit. E gjitha administrata shtetërore është në njëjtje penale dhe nuk ka asnjë përzëllim dhe asnjë ndalje të këtij pushteti që po vepron. Padyshim, një qeveri nuk mund bjerë me këto protesta, sepse reagimi qytetar është shumë i vaket, sepse qytetarët janë mosbesue, sepse vazhdimisht kanë votuar të keqen më të vogël për të larguar nga pushteti një të keqe të madhe, por që më pas që e keqja e vogël është rritur dhe sot perceptimi është që po iku Rama do vi Berisha, njëri është larguar nga pushteti për korrupsion, tjetri duhet të largohet nga pushteti për korrupsion. Këto protesta, unë mendoj që nuk do ta bëjnë revolucionin e madh në politikë, por janë një gjë e mirë të paktën për të mos krijuar një stagnacion dhe një qëndrueshmëri, një kalcifikim të pushtetit. Unë shpresoj që këto protesta të mund të vënë në lëvizje ato element të shoqërisë janë të vetëdijshëm për nevojat që shtrohen para shoqërisë. Shpresoj që këto të vënë në lëvizje edhe ata aktorë ndërkombëtar, duke qenë se Shqipëria është në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, ka hapur të gjithë grup kapitujt dhe është në një monitorim të fortë për të realizuar këto deri në vitin 2027.